për mua ishte një përballje më shumë emocionale, kush kontrollon të emocionet. Realisht Vllaznia lundte me 2 rezultate, ne loni me 1 dhe ne kishim rankin për ta fituar ndeshje. Dhe nuk u shfaqe mirë 15-20 minuta e para, po pastaj gjithçka besoj shkoi në logjikën tonë. Në pjesën e dytë, thënë vërtetën, nuk doja që të zbrisin më i poshtë bloku i mbrojtës, po Vllaznia na vuri në vështirësi. Dhe në një nga ato situata ne morëm edhe golin barazim. Si ne besuam, ishim përgatit me gjitha lëvizjet, me gjithë pakinën tonë dhe djenë meritojnë komplimentet sepse pakinat jep gjithmonë ndeshje. Vjen keq për Vllaznin dhe për Edi Martinin, mikun tim. Kanë një sezon gjatë, unë shumicë e gjithë se kanë gjetë ndoshta gati. Por në momentet që erdha, diçka duhet të ndryshonte dhe shqyqyr që djent më ndoqen edhe ja dolën. Deri tani, kemi dhe ndeshje shumë të fortë po me Dinamo. Historinë me Dinamo nuk e kemi mirë se na mund Dinamoi kupën. Që shpresojmë deri në fund që djem do vazhdojnë të performojnë mirë dhe të arrijmë të objektiv madhor që ka klubi. Sigurisht tek ky 90 minutash, por përpara këtij 90 minutë që ka qenë rëndësishëm për skuadrën tuaj, është një përballje nesër shumë interesante dhe që ka përshtypjen edhe ju do doni një rezultat për që në favorin tuaj më tepër. Dakord. Ndoshta mund të ketë një rezultat që nuk na mban më në stres. Por ne që kur kemi filluar në Final Four kemi përgatitur për të fituar 3 ndeshje. Ishte vetëm rrugë që ne të dinim për titullin kampion. Deri tani kemi bërë 2 hapa dhe presim bëhet hapi 3. Gjithsesi besoj që ne do bëjmë hapin ton të mirë dhe të sigurt për të arritur këtë objektiv, po edhe për të treguar që jo rastësisht ne kemi mund 2 të parë. Pra një dhe 1-shin dhe 2-shin në Superligën Shqiptare ne kemi mund ato. Profesor, pas barazimit të Vllaznisë, patet në një luhatje në një friksim që do të mund të përgjysë. Jo, ajo është kemi sinqert, çdo kush mërzitet kur merr një gol, nuk është një situatë shumë e vështirë, mund edhe ta neutralizonin, por gjithmonë do të jesh gati për të përballur minutat e fundit. Ne ishim përgatitur për skenarin, me thonë vërtetën të barazimit deri në fund pa shënuar gol dhe prandaj edhe lëvizjet tona rezultuan efikase, falenderoj Djem, por ishin në moment në dur dhe në kohën e dur. Ata e shpërblyen ndjesën dhe mundën e gjithë çunave dhe gjithë investimet e klubit. Shumë pak kohë në kryet e Egnates dhe në njëherë keni marrë rezultate pozitive. Keni shprehur më herët se keni falendëruar dhe kolegun Tetova. Meritet të 2 stafeve? Unë mendoj që është merit e klubit e presidentit dhe drejtorit. Normal pastaj puna e Tetovës nuk i vet poshtë, se pa pikë të Tetovës nuk do ishte Egnate këtu ku është tani. Unë e kam falenderuar dhe gjera se ta falenderoj përsëri. Por serioziteti dhe bashkëpunimi, sidomos dhe harmonia që ekziston president, drejtor dhe pastaj staf, besoj na solli këtu ku jemi tani, që shpresojmë bëjmë një fitore që të arrijmë titullin kampion. Përpara fazës finale prite një duel Vllaznia Elbasani, por në skenë doli Egnatia. Nuk e di, nuk mund të flas për një histori që ishte para meje. Unë shpresova që ndeshjen e parë me Partizanin dhe kisha besim që po të fitonim atë ndeshje ne do shkonim në luftë për Final Four. Gabuam në Durrës me Teullën, po gjithsesi patëm fat që gabuam edhe kundërshtarët tanë javën përpara dhe pakën ishim në luftë deri në fund. Pra fatet e kampionatit për Egnaten ne kishim dorë vetë. Me 3 fitore mund të arrijmë. Deri tani kemi arrit 2, kemi bërë gjysmën e rrugës, kemi dhe hapin final që të vlej gjithë këmundet sakrificës e çunave dhe klubit. Pas provojës në Kosovë, i kënaqur me historinë deri tani me kryet e Egnatit. Eksperienca ime atje ishte deri diku pozitive. Gjithmonë ka dhe pak kënaqësi, sidomos kur puna ngel mes. Por në fund fare jam i kënaqur në mënyrën se si punova atje dhe si stërvita skuadrën e drejtova atë për aq kohë sa ishte. Normal kur the shtëpi është diçka tjetër, vjen një kënaqësi veçantë, fu fare të flekë ke fëmijët e ke gruan në shtëpi ndarkë. Faleminderit shumë. Grazie për mirë. Ciao.